Largimi i Edit nga Big Brother Kosova mbetet një nga pikat më të mëdha të diskutimit për banorët dhe shikuesit. Për shumë të jashtëm, Edi ishte një nga finalistët më të fortë, një lojtar me kulturë, me strategji dhe një qetësi që e dallonte nga pjesa tjetër e shtëpisë. Përse produksioni vendosi ta nxirrte atë jashtë është ende një përpyetje e madhe, sepse në dukje Edi nuk kishte bërë asgjë që të justifikonte largimin. Kur shikonim lojën e brendshme, ka disa elementë që mund të kenë ndikuar. Edi ishte një banor i respektuar, por nuk ishte gjithmonë në qendër të zhurmës dhe kjo mund të ketë bërë që tensionet e vogla të shtyeshin ndaj tij deri në një pikë kur reagoi emocionalisht. Në të njëjtën kohë, shumë pyeten, kush ka bullizuar më shumë? Kush ka fyer më shumë? Në lojën e Big Brother, shpesh prodhimi dhe publiku reagojnë ndaj atyre që krijojnë konflikte të dukshme ose që reagojnë në mënyrë të fortë ndaj provokimeve. Fjolla dhe Alba janë të njohura për konfrontimet e tyre dhe për fjalët e drejtpërdrejta, por nuk është e qartë se kush ka ofenduar më shumë. Arditi ka pasur momentet e tij ku ka provokuar dhe ka fyer, sidomos në përplasjet me lojtarët më të ndjeshëm. Edi, nga ana tjetër, nuk kishte historik të ofendimeve ndaj publikut apo banorëve, ai reagoi kryesisht si pasojë e provokimeve të vazhdueshme. Pyetja tjetër që lind është, a ishte radha e Edit, apo kishte diçka tjetër që nuk shkonte? Në dukje, Edi ishte një nga lojtarët më të mirë, me shanse të mëdha për finale. Por largimi i tij mund të ketë ardhur si pasojë e një kombinimi, reagimi i tij ndaj presioneve, tensionet me disa banorë që e provokonin, dhe një pamje e përgjithshme që prodhimi vendosi të ndërhyjë për të krijuar dramatizëm ose për të ndikuar rrjedhën e lojës. Në thelb, nuk duket se ishte radha ose një vendim i paracaktuar. Më shumë duket si një moment kur situatat dhe emocioni i akumuluar arritën një pikë kritike. Edi mund të ketë humbur nga mënyra si perceptoi reagimi i tij nga